Në salë janë 118 pjesëmarrës, do të mund të procedojmë tutje. Të nderuara deputetë dhe deputet, në 15 prill 2025, për shkak të një aktit pa precedent, përmes të cilit deputetët nuk e votuan raportin e komisionit, si drejtues i seancës konstitutive, jam detyruar që në një letër t'i drejtohem Presidentes Republikës, Zogjës Vjosa Osmani. Letra që na ka ardhur ka dhënë sqarime në një aspekt, por nuk ka dhënë një zgjidhje përfundimtare. Ajo kërkon nga ne deputetët që të gjejmë vullnet, forcë dhe mirëkuptim që të kalojmë, mos ta zblokojmë situatën në kuvend. Për këtë arsye kam nevojë që së bashku të thras përfaqësuesit e partive politike në një sallë që duhet të na sigurojë sekretari, që të konsultohemi se si do të vazhdojmë tutje.